një krahasim apo një analizë marksiste të atyre që protestojnë në Shelsh sot, është pak a shumë një protest ndërmjet të varfërve apo atyre personave që kanë qenë klase mesme dhe borgjezisë e cila është përmbledhur rreth Ramës, ku kemi këta oligarkët e bizneseve të mëdhaja, e cila bashkëpunon me borgjezin zioniste perëndimore për të vjedhur Shqipërinë. Sepse shqiptarët që protestojnë nga Rjolli e deri në Zvërnec, dhe shumë nga ata që dalin nëpër rrugët e Tiranës, janë njerëz që janë varfëruar. Domethënë konflikti përpjekjes së Ramës për ta degeneruar si një përplasje ndërmjet zionizmit të mirë dhe islamizmit të keq, ndërmjet globalizmit dhe LGBT-izmit të Ramës dhe nacionalistëve të prapambetur, tek e fundit fare është një konflikt ekonomik. Sepse shqiptarët me ardhjen e Ramës në pushtet janë varfëruar, kanë ngelur pa punë, kanë ngelur pa bukë, dhe këta njerëz nuk kanë asnjë gjë tjetër që të humbin, dhe këta do vazhdojnë të protestojnë. Dje po flisja, vetëm këtë detaj. Dje po flisja me një mikun tim në Indonezi, që njeh një burr me emrin Ferdinand, që është përdit në protest. Edhe po më thoshte ai Ferdinandi ka paragjykime për ty, mendon je otoman e tjera, dhe unë po qesh edhe. Edhe po e pyesja, ore, çfarë zanati ka ky Ferdinandi, se ky e njihte Ferdinandin prej kohësh. Dhe më tha Ferdinandi del në rrugë edhe shet edhe gjërat përdorura. Edhe pyeta, çfarë pune ka bërë Ferdinandi në kohë të komunizmit? Ferdinandi ka qenë naftëtar. Dhe domethënë nëse shohim vetëm këtë CV-n e këtij Ferdinandit, i cili është përdit në protestë dhe proteston, ne mund të kuptojmë dimensionin ekonomik të këtij konflikti ndërmjet shqiptarëve dhe regjimin e Ramës. Regjimi i Ramës, këtij naftëtari nga Patosja, nga Ballçja, ku dëgjon nga është, e ka hequr nga puna, i ka vjedhur naftën për të cilën ky ka punuar gjithë jetën, dhe ja ka shitur kësaj kompanisë amerikane o izraelite Bankers Petroleum, e ka lënë këtë njeri pa punë, dhe ky person ka përfunduar dhe shet gjërat përdorura në rrugë. Po. Dhe ky person i cili në kohën e komunizmit apo dhe kura komunizmi ishte pak a shumë diku te shtres e mesme, ky person tani është në kulmin e ekzistencës së tij. Në anën tjetër, Rama, duke kthyer me qindra mijëra persona, sikur Ferdinandi në Vrafanjak, duke u vjedhur atyre pronën publike, në rastin e Ferdinandit është nafta, Rama ka bërë miliarda me këtë borgjezin ndërkombëtare, izraelite amerikane, e cila ja vjedh naftën Shqipërisë, dhe lekët që vidhen nga paraja e shqiptarëve ndahen ndërmjet Ramës dhe pronarëve të tij. Pra kemi të bëjmë me një borgjezi apo me një klasë borgjeze tradhtare, e cila sot mban pushtetin, e cila ka poshtëruar popullatën e vet. Dhe nëse më bani mend kur Rama në ditët javët e parë të protestës filloi që të nxihej me Iranin, ku i bënte komente këtij zëdhënësit ministrisë jashtme të Iranit, Esmail Bakais, ky Ismaili ju përgjigj shumë thjesht, i thoshte, jeni juve, thoshte, jeni Iranin brapa kësaj. Edhe ky Ismaili i tha shumë thjesht, ore tha, kyt popullin tënd pse është quar populli jot kundër teje? Çka ke bërë ti? Se populli nuk çohet kot. Populli nuk çohet me urdhër të agjenturave. Domethënë ti si sundimtar ke bërë diçka të keqe, që popullit të urrejnë. Dhe problemi me Ramën është se sot, në ditën e 37 të protestave, Rama vazhdon prapë me këmbgulje që mos pranoj fajet e tij. Mos pranoj që ai është fajtori i kësaj që po ndodh. Olc, po në lidhje me deklaratën për diasporën që në një farë mënyre nënkuptonte që ishin thjesht qytetar shqiptar të Kosovës edhe shqiptar të Maqedonisë. Lidhje me diasporën, si më përmenda më herët, Rama, domethënë,
është i dëshpëruar që di armiq. Nga që ai nuk di se çfarë të bëj, ai nuk di se si të përballet me këtë. E para, nëse keni parë, si Rama, si Taulant Balla, si Ursi Manja, në ditët e fundit, apo në javët e fundit, po sulmojnë përveç Iranit, po sulmojnë edhe Kosovën. Po sulmojnë më saktë qeverinë e Kosovës. Po thonë, biles edhe sot kishte një shkrim shqiptarja e Carlo Bolinos, ku thoshte deputeti Albin Kurtit ka ardhur dhe ka folur. Këta domethënë duan të heqin drejtën e fjalës shqiptarëve për te kufirit. Deri tani nuk po guxojnë që ti shpallin shqiptarët për te kufirit si agent iranian, shpallën vetëm Iqbalën, që menduan se duke e bërë atë kop turku do t'i trëmnin shqiptarët, por në anën tjetër, Rama me njerëzit e tij po sulmojnë shqiptarët e Kosovës dhe ata të Maqedonisë, sidomos ata të Tetovës, duke u munduar që të ndërtojnë një farë konspiracie islamike, meqense këta shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë janë në shumicë musliman. Rama po mundohet që të ndërtojë atë tezën që e ka pathedhur vite më herët Hashim Thaçi, përpara se ta çonin amerikanët në Hag, pasi e përdorën kundër Palestinës, Hamasit dhe Hizbullahit, ku edhe atëherë Hashim Thaçi akuzonte Albin Kurtin sikur financoi nga Turqia dhe nga Irani. Dhe Rama, domethënë duke qenë që shefet të shikut të tij ka Vlora Hysenajn, e cila vjen nga shërbimi i Kadri Veselit, nga shiku i Kadri Veselit, i cili ka bërë më shumë shqiptarë se sa Serbi pas luftës. Ai po huazon këto tendat që hidhte shiku i Kadri Veselit për sulmuar shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë, e dyta për t'i mohuar atyre drejtën për të qenë pjesëtar në fatet e Shqipërisë, nga që Rama thot, unë bolli kam këta që i kam këtu, tani më duheni edhe juve. Por ai hë për hë nuk po guxon që të mbylli dot kufirin me Kosovën dhe Maqedoninë, por unë besoj shumë fort që ndoshta ai po e shqyrton edhe këtë lloj probabiliteti. Holc, po përsa i përket përdorimit të arkivolit në protest, a nuk është e egzageruar në atë mesazhin që jep, apo kemi të bëjmë thjesht me një mesazh politik i cili, e them këtë për shkak se e gjithë makineria propaganduese e spin doktorave të qeverisë e ka bërë temë të, le të themi, një simbolik e cila në një farë mënyre varros dhe protestën, sepse e lidhin drejt për drejt me 98-ën kur Partia Demokratike u paraqit përballë kryeministrisë me arkivorin e të ndjerit Azem Hajdari. Tani, duhet kujtojmë diçka, që Rama ka dy pika të dobta, në të cilat për fatin e keq protestuesit nuk po e godasin sa duhet. Pika numër 1 është Izraeli dhe Xharet Kushteri, se ne duhet të kuptojmë që Rama tek fundit fare nuk është kryeministri i Shqipërisë, edhe pse Rama thotë unë jam këtu në pushtet, që ka marrë votat e 800.000 shqiptarëve dhe për fat keq nuk po i përgjigjen shqiptarët si duhet, që ti thonë ti si ke marrë votat, ti ke vjedhur, je bler. Por duhet kuptojmë diçka, që Rama nuk është përfaqësues i sovranit, i popullit në Shqipëri, po është përfaqësues i borgjezisë ndërkombëtare zioniste. Janë ata që kanë sjellë pushtet, që kur e morën nga Parisi familja Rothschild, janë ata që Ramën po e mbajnë pushtet në këto momente. Dhe protestuesit duhet ta dinë që Rama ka dy pika dobta që ai nuk duron dot ta sulmosh. E para është Izraeli dhe zionistët, dhe e dyta është kërcënimi i sigurisë së tij. Javën e kaluar ne pam policinë e Ramës që përdori gaz lotësjellës, përdori grushta, përdori shkopa gome, duke arrestuar dhe rrahur protestuesit, në momentin që protestuesit filluan duke goditur me vlezë makinat e deputetëve. Dhe nëse keni parë, gjatë javës fundit, numri 2 Partisë Socialiste, Taulant Balla,
kurdo që del në për publik, edhe pse në Tiranë dhe në Kavaj është një vap llahtaritse, ai del me një këmish ngjyrë kape me mëngë të gjata, dhe po të shihet me kujdes ai duket sikur brenda kësaj këmishe ka antiplum. Se me sa unë kuptoj është që Ramën dhe klanin e tij e ka zënë frika. E ka zënë frika pasi nëse keni parë mesazhet e shumë prej protestuesve që nga Dritan Goxhaj e të tjerë ngelen duke përmendur historinë e Esat Pashës dhe Avni Rustemit. Dhe Rama si frikatësak që është, trembet shumë. Dhe ajo që ndodhi në ditën e pardjeshme, nëse s'jam gabim, ku në shesh u nxor një arkivol, kjo e trembi Rama. Dhe unë mendoj që nxjerrja e arkivolit ishte diçka shumë e gjetur. Pse? Nga që nga ana ligjore nuk mund t'i bëhet gjë protestuesve, por në të njëjtën kohë mesazhi ishte që ty të ka ardhur fundi. Kjo është vdekja jote. Vdekje politike ose le ta marrë Rama si të dojë, dhe kjo është e trembi Ramën. Dhe nëse keni parë, pasi u nxor arkivoli në shesh, reagoi e gjithë makina propagandistike e Ramës, që nga shqiptarja deri te tema e Mero Bazës, reagoi edhe Taulant Balla, ku Taulant Balla akuzonte të njëjtën gjë e bëri edhe Rama në Facebookun e tij, akuzonte Sali Berishën në 98-ën, por edhe Iranin. Sipas Taulant Ballës, ishte Berisha me Iranin mbrapa arkivolit. Unë i bëra një përgjigje Taulant Ballës në Facebookun tim, ku kujtoja që personi i parë që ka përdorur arkivolin në të historinë moderne që ne njohim kundër një kryeministri ka qenë Benjamin Netanyahu. Në vitin 1995, kur Benjamin Netanyahu ishte dhe partia e Likudit ishte në opozit në Izrael dhe pushtetin e kishte partia laboriste me kryeministin Yitzhak Rabin, Benjamin Netanyahu dilte në për rrugët e Tel Avivit me një arkivol duke i përmendur Yitzhak Rabinit që ti ose duhet të tërhiqesh nga marrëveshja e paqes me palestinezët apo marrëveshja e Oslos, ose ne do të vrasim. Dhe pak javë pasi Netanyahu doli me arkivol në Tel Aviv, në datën 4 nëntor 1995, Yitzhak Rabini do të vritet nga ekstremistit që quhet Yigal Amir. Dhe ndoshta Ramën e ka zënë frika nga ky arkivol, mund të trembur edhe këshilltarët e tij izraelit, nga që ka një precedent në historinë moderne, ku pasi Netanyahu doli me arkivol në Tel Aviv kundër Rabinit, brenda pak javësh Rabini do vritet. Dhe ndoshta Rama mos trembet që mos ketë patin e Yitzhak Shamirit, dhe kjo në një farë mënyre tregon edhe trembjen e tij. Megjithatë, unë mendoj që protestuesit bën diçka shumë ilegale, ligjore, në protest njerëzit mund të dalin me çfarë do lloj. Ishin të qartë, duhet ta themi, ishin të qartë. Është arkivoli politik, e kishin edhe të shënuar, kështu që dhe më fal, unë po tisha si protestuesit, unë do dilja për ditë me arkivolin politik të Ramës, nga që duhet kuptojmë diçka që Rama duhet goditet te pikat e tija të dobta. Rama ka frikë dhe regjimi i tij kalon në histeri kur ndihet i kërcënuar për sigurinë e tij, sikur Rama edhe ju përgjigj këtyre protestuesve që i gjuanin me vezë që i tha monopolin e dhunës e kam vetëm unë. Dhe e dyta, Rama nuk duron dot kur i sulmohen padronët e tij izraelit. Unë po tisha në vendin e protestuesve, unë këto dy gjëra do i bëja. Do të isha me arkivol dhe do i përmendja Izraelin. Por do kemi edhe një fakt tjetër para se ta mbyll, është që për ironinë e shqiptarëve, edhe pse kjo protestë nisi ndaj shitjes së Shqipërisë ndaj mafjes izraelite, Rama çfarë bëri në javën e kaluar? I dha aviacionin ushtarak, nëse s'kam gabim, shkollën e aviacionit të Shqipërisë, ja dha Izraelit apo kompanisë Elbit System. Pra në një kohë kur populli po ulëret dhe po i thotë Ramos Shqipëria nuk është për të shqitur,
Rama hapi një shkollë ku do trajnohen pilotët e Shqipërisë nga një kompani e cila është akuzuar nga OKB-ja dhe organizata ndërkombëtare si një kompani e cila kreu gjenocid në Gaza. Pra, Rama po ja jep sigurinë kombëtare, po ja jep pilotët e Shqipërisë, po ja jep aviacionin e Shqipërisë, aviacionin ushtarak. Po ja jep izraelitëve, ku izraelitët do marrin lek nga taksa paguesit shqiptar dhe Shqipëria po vazhdon që të shitet. Ndërkohë, Olcë ka reaguar si ambasada amerikane në raport me dhunën që ndodhi ditën e 8 para parlamentit, po gjithashtu edhe ambasadori gjerman sot në raport me dhunën. Pra, distancimin ndaj dhunës është domethënë i qartë, pavarësisht mbështetjes për të drejtën e qytetarëve për të protestuar etj etj. Si e vlerëson aktualisht raportin e Ramës me Gjermaninë, që konsiderohet udhëheqësja e Europës në Ballkanin Perëndimor, dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Si i lexon këto qëndrime? Unë në përgjithësi po i shikoj amerikanët që po janë pothuajse po mungojnë në të që po ndodh. Reagimi i ambasadës amerikane sigur unë lexova ishte më shumë një reagim për sigurinë e qytetarëve amerikanë, ku amerikanët parashohen që do të ketë trazira, ndërsa ndryshe qëndron puna me Gjermaninë dhe me fuqitë e Evropës. Sikur e kam përmendur edhe në raste të tjera, është që evropianët nuk janë të kënaqur me Ramën për shumë arsye. E para, evropianët e dinë që regjimi Ramës është regjim narkotrafikant, ku pastrohen parat e drogës. E dyta, evropianët nuk duan në asnjë mënyrë që Rama të flirtojë me Izraelin dhe t'i japi asetet strategjike të një vendi të NATO-s dhe që synon edhe të hyjë në Bashkimin Evropian që t'i japi Izraelit. E treta, për personat që kanë ndjekur lajmet, sot apo dje më saktë, Trumpi ka rishprehur dëshirën e tij apo synimin e tij për të bler Groenlandën nga Danimarka, në ndoshta në samitin e NATO-s në Ankara sot, ndoshta kjo temë do të përmendet përsëri. E dua të them që evropianët janë një farë lufte të ftohtë me amerikanët. Dhe këtë që Rama ka bërë, duke sjellur izraelitët, duke i dhënë Jared Kushnerit Sazanin, evropianët e shikojnë si një rrezik për sigurinë e Evropës Bashkuar. Me sa unë kam dëgjuar nga Tirana, po kam lexuar në portale, sa jave në Tiranë kanë qenë të dy shefat e shërbimit sekret turk dhe gjerman, Ibrahim Kalini dhe shefi i shërbimit sekret gjerman. Si e lexon këtë, Olcë? Si e lexojnë këtë, domethënë si Gjermania, si Turqia po mundohen që të bëjnë diçka për të menaxhuar situatën në Shqipëri. Tani, nga burimet që unë kam, e di që turqit e duan Ramën të vdekur, për arsye se Rama i preu në bes, duke i dhënë Pasha Limanin dhe gjitha investimet e tjera turke, që nga Air Albania e tjerë, duke dhënë gjitha izraelitëve, dhe që kur Erdogani uroi xhamin e madhe në Tiranë, ku u përplas publikisht me Ramën për punën e Palestinës, Turqia Ramën e ka shpallur armik. E dyta, duke i shitur izraelitëve asetet kryesore strategjike të vendit, turqit po e shikojnë Ramën si një tradhtar i cili po bëhet me armikun e tyre që është Izraeli. Dhe armiku, domethënë, miku i armikut tim është armik. Dhe për Turqinë Rama është kthyer tashmë në një armik, edhe pse turqit nuk e thon këtë gjë publikisht, unë me sa kuptoj është që turqit nuk e duan Ramën. Dhe po shikoni në shumë nga deklaratat që po bën Rama, por edhe Taulant Balla, ata akuzojnë xhamit, ata akuzojnë, sikur edhe Ervin Karamuçi, që është punëtor i Ministrisë së Brendshme, e deklaroi në një nga intervistat e tij që janë shoqata islamike që financojnë xhamia dhe besimtar, dhe
Për Ramën, këto shoqatat e lidhura me Turqinë, besimtarët që simpatizojnë Turqinë, grupe besimtare që marrin protest, gjithë po etiketohen si armiq edhe si agent të Turqisë, dhe edhe Rama është koshient dhe i hapur për këtë gjë, biles nëse lexohet shkrimin e fundit që bëri Rama, kur fliste për nacional islamistët, me termin nacional islamist, Rama përsërit pak a shumë termin që u shpik nga kastriot Miftaraj vite më herë. Kastriot Miftaraj akuzonte Abdi Baletën dhe Hüsamedin Ferën, që është kjo linja nacional islamiste që themeloi Abdi Baleta, si një nga rreziqet për pushtetin e tij. Dhe pjesë e këtij nacional islamizmi si për Ramën, hyn këto grupet muslimane që nga Shkupi, Prishtina deri në Tiranë dhe në veçantë edhe vetëvendosja e Albin Kurtit. Sot në Tiranë ishte Enver Hoxhaj, një nga krerët e shikut të Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit, që ka qenë edhe ministër i jashtëm, dhe për ata njerëz që njohin historinë e pas luftës të Kosovës, Enver Hoxhaj ka qenë një nga arkitektët e shtypjes të shoqërisë civile muslimane, gjë që edhe ka deklaruar para shumë vitesh, ndoshta në vitin 2012-13, në gazetën Zëri, në një intervistë që pati në atë kohë me Arbana Xharrën, ku thoshte që po kërcënohemi nga shoqëria civile muslimane, dhe deklaratat e Enver Hoxhajt në atë kohë përshkallëzuan me arrestime masive hoxhallarësh dhe besimtarësh, me mbyllje fondacionesh etj. Dhe unë mendoj që ardhja e Enver Hoxhës sot në Tiranë, takimi i tij me Taulan Ballën, është pak a shumë ndoshta një shkëmbim eksperience, ku ashtu sikur qeveria e Hashim Thaçit në vitin 2012-2014 sulmoi këto fondacionet e lidhura me Turqinë, ndoshta mund shohim të njëjtën gjë edhe në Shqipëri. Olc, pra pak a shumë kemi Gjermaninë nga njëra anë dhe Turqinë, ndërkohë nuk e dim se këto janë pak a shumë dy nga vendet që kanë përcaktuar edhe fatet e Ballkanit, me thënë drejtën. Ndërkohë, ajo që nuk po lexojmë akoma është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një përplasje midis, le të themi, vullnetit e Gjermanisë dhe Turqisë për të larguar Ramën dhe një vullnetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur Ramën, si mendon se kush mund ta fitojë këtë betejë? E para, unë mendoj që amerikanët kanë interes që ta mbajnë Ramën, nga që politikat e presidentit Trump janë politika izolacioniste, që kur Trumpi ka ardhur në pushtet, amerikanët nuk po ndërhyjnë në përballë sikur ndërhynin në administratat më herët. Të vetmet vende ku amerikanët po ndërhyjnë është Venezuela për punën e naftës, Kina se ka sfidë madhore dhe Irani për hesap të Izraelit. Kështu që nuk ka përplasje, po thua. Dhe jo, unë nuk mendoj që amerikanët kanë ndonjë interes me Ramën. Domethënë, nëse Rama do binte, amerikanët e kanë shumë kollaj, kanë gati Sali Berishën, ose mund sjellin edhe persona të tjerë brenda Partisë Socialiste që do të ishin gati t'i hanin kokën Ramës. E dyta është që ne duhet shohim edhe situatën e SBA-s me Shqipërinë, domethënë. Ne akoma nuk kemi një ambasador në Shqipëri. U bën që kur ka ardhur Trumpi në pushtet, u bën mbi 2-3 vite më shumë. Pritet vi. Është emëruar, vetëm është emëruar, po s'po vjen akoma domethënë. Edhe mori kohë shumë gjatë. Dhe domethënë, shiko, amerikanët në traditën e vet, ata vinë në janar, domethënë. Nëse vinë më herët do të thotë që ka emergjencë, ka një situatë ku po bë kohë gjatë, domethënë, që kur u largua Yuri Kim, që ata e kanë lënë Shqipërinë pa një ambasador. Çfarë do thotë kjo? Që interesi që amerikanët patën në kohën e Obamës, në kohën e Joe Bidenit, si pasojë e influencës së Sorosit në departamentin e shtetit, ku persona si kur Donald Lu e tjerë ishin agentët e Sorosit,
cilët edhe mbështetën Ramën në pushtet, imponuan me dhunë reformën në drejtësi, shpallën Berishën në grade e tjerë. Për mua ajo kohë ka marrë fund, ajo kohë nuk vjen më, amerikanët nuk kanë më interes për Shqipërinë, por ngjelet për të parë se çfarë do bëjnë gjermanët dhe turqit. Ndërsa turqit nuk i lënë njëri që të bëjnë ndryshim regjimi në Shqipëri, ndoshta një bashkëpunim gjermano-turk mund sillte përmbysjen e regjimit. Olc, edhe një deklarat tjetër që kam merak ta komentoj bashkë me ty. Rama vazhdimisht prej fillimit ka thënë, të paktën në media ndërkombëtare, deklaron që Shqipëria të mos kthehet në një fush betejë për armiqtë e Donald Trump. Si e lexon këtë? Mendoj që kjo deklaratë e Ramës është me vend, domethënë duhet ta dimë që mbulimi që i është bërë protestës nga mediat ndërkombëtare është bërë nga qarqet që nuk e duan Donald Trumpin, që duan ta diskreditojnë atë. Dhe ne nuk mund ta mohojmë këtë fakt që ka një aleancë ndërkombëtare që nga ai që quhet the deep state apo shteti i thellë amerikan, demokratët, fuqitë e Evropës, por edhe vende të tjera, të cilat nuk e duan Ramën. E që e kanë parë Ramën si një sharlatan, si një narkotrafikant, si një person të korruptuar. Dhe sulmet që janë bërë Ramës gjatë javëve të kaluara, që nga Der Spiegel gjerman te BBC-a britanike, se unë e di se si funksionojnë këto media, nga që edhe jam intervistuar shpesh nga këto media, edhe kur këto media të mëdha të intervistojnë, vendimi është politik. Dhe dua të them që ka një ndryshim masiv opinioni në Bashkimin Evropian ndaj Ramës, ku Rama, i cili deri përpara nisjes së këtyre protestave i shitej perëndimit pak a shumë sigur Ben Aliu i Tunizis, si një diktator i fortë, i cili kontrollonte vendin dhe ishte i gatshëm që të bënte çfarë të donte, dhe për ata persona që njohin historinë e pranverës arabe, përpara nisjes së pranverës arabe, Tunizia ishte vendi kryesor partner i Francës, i Bashkimit Evropian në Afrikën e Veriut, ku Ben Aliu ishte ndërtuar rizorte me mafjen perëndimore, ku të gjithë pushtetarët evropian, që nga francezët deri te ajo drejtoresha e bankës e IMF-it, i kalonin pushimet e tyre në Tunizi. Por në momentin që populli u çua kundër Ben Aliut, evropianët e braktisën. Duhet të them që përpara nisjes së këtyre protestave, Edi Rama ishte pak a shumë Ben Aliu i Shqipërisë, domethënë një udhëheqës diktator, i korruptuar, që vepron me dorë të hekur, i cili bën çfarë të dojë. Domethënë Edi Rama ishte kryer pak a shumë sikur Muhammed bin Zayedi, diktatori i Emirateve Arabe, i cili bën çfarë dojë me vendin e tij. Por puna është që në këto momente, me këto protesta masive, imazhi i Ramës si një diktator i fuqishëm, me të cilin perëndimi mund bëj pazare, ka rënë, dhe që nga italianët, dhe këtë e di nga burime italiane, te gjermanët e turqit e të tjerë, gjitha vendet kryesore të Evropës janë duke u përgatitur për mundësinë e trazirave edhe më të mëdha në Shqipëri dhe ndryshimin e regjimit. Olc, kalojmë pak tani tek situata në lindjen e mesme. Besoj pak minuta kemi, po do doja shumë një koment tënd në raport me varrimin e Ali Khameneit, liderit shpirtëror të Iranit edhe të botës shiite. Varrimi i Khameneit për mua ishte një event nga më madhorët në historinë e njerëzimit. Deri në këto momente 10 milion njerëz kanë marrë pjesë në këtë xhenazë masive, dhe domethënë varrimi i Imam Khamenei do vazhdoj për 7 ditë nëse s'kam gabim. Biles pasi të mbaroj intervistën me ju, do jem në një intervistë për televizionin iranian Press TV. Dhe domethënë varrimi i Khameneit
përbën disa gjëra. E para, i vërtetoi botës se sa shumë e duan iranianët Imam Khamenei, sepse propaganda mujahidine izraelite zioniste në këto vitet e fundit ishte që Khamenei ishte një vrasës, një njeri që iranianët e urrenin, por populli i Iranit që po del në mënyrë masive për të përkujtuar udhëheqësin e tij, po vërteton ndryshe. E dyta është varrimi i Khamenei po përdoret nga Irani si një armë me marrëdhënie me publikun. Po kemi delegacione nga gjithë bota, rreth 100 vende kanë çuar delegacione, që nga përfaqësi të lartë, domethënë në rastin e Rusisë për shembull, patëm ish presidentin rus Dmitri Medvedev, i cili mori pjesë personalisht në xhenaze. Edhe pastaj po kemi që nga kryeministrat e Pakistanit, e ministra nga Malajzia, Indonezia etj që po marrin pjesë, që nga kryeministrat e Kazakistanit, e Tadzhikistanit, e Turkmenistanit, gjitha këtyre staneve të Azisë Qendrore. Domethënë kjo xhenaze po përdoret pak a shumë nga Irani si një armë në marrëdhëniet me publikun për t'i treguar amerikanëve dhe Izraelit që Irani nuk është i izoluar. Biles ndër tjera pati edhe zyrtar nga Serbia, pati delegacione nga Bosnia, nga Turqia, pati zyrtar të lartë që morën pjesë etj etj. Dhe domethënë ky varrimi i Khameneit po i tregon botës që Irani nuk është i izoluar, që ka shumë vende që duan të kenë marrëdhënie të mira me Iranin, duke përfshirë këtu që nga Bosnia deri tek Serbia kur flasim në Evropë dhe gjithë vendet e Azisë, Afrikës etj etj. Gjëja e tretë është që me këtë varrimin që po i bëhet Khameneit, për personat që kanë ndjekur lajmet, në xhenazën e Imam Khameneit morën pjesë edhe 3 djem të Imam Khameneit, por jo Moshtabai, dhe prezenca e 3 djemve të tjerë përveç Moshtabës në këtë xhenazë ishte edhe një mesazh që u çua amerikanëve dhe izraelitëve që Khamenei nuk ka mbaruar, edhe po të bëjsnin Moshtaban janë 3 djem të tjerë, edhe djemt e Khameneit janë Hoxhallar, janë me çalma. Dhe për personat që kanë ndjekur ceremoninë e varrimit, kemi një shprehje besnikërie ndaj institucionit të vilajetit të Fakihut. Për ata që nuk e kuptojnë, vilajeti Fakihut është pak a shumë imamati i shiitëve, sikur ka qenë kalifati i sunitëve me sultanatin Osman. Dhe domethënë kjo xhenaze po përdoret për t'i çuar mesazh Amerikës dhe Izraelit që pushteti në Iran është shumë i fuqishëm, populli e do qeverinë islamike, e nderon imazhin e Khameneit dhe revolucioni që Khomeini nisi, që e vazhdoi Ali Khamenei, po vazhdon nga djali i tij Moshtaba Khamenei dhe gjithë administrata iraniane është në vend. Ndër të tjera, kjo xhenaze i tregon amerikanëve, por edhe izraelitëve, që edhe pas një lufte të egër 40 ditore, dhe luftë e cila po vazhdon deri në qershor, domethënë tani jemi në korrik, po deri në qershor patëm goditje ndaj njëri tjetrit, edhe pas kësaj lufte e cila nisi në shkurt edhe deri në qershor ka vazhduar, regjimi në Iran është shumë i fuqishëm, është popullor dhe nuk mbështetet vetëm nga populli, por mbështetet edhe nga bota globale. Se patëm përfaqësues shumë të lartë nga Kina, nga Rusia, që janë 2 superfuqitë më të mëdha nukleare të botës, që dërguan delegacionet e tyre në Teheran për të shprehur mbështetjen e tyre Teheranit. Me shumë veçanti ishte vizita e Dmitri Medvedevit, ku pak a shumë Putini çoi Medvedevin, që është pak a shumë zëvendësi i tij, për t'i treguar botës, por edhe Iranit, që Rusia qëndron me ju. Orç, një koment do doja për zhvillimin e samitit NATO-s në Ankara, ku presidenti Trump do t'jetë prezent dhe do t'jem aty, thot, vetëm për shkak të respektit që kam për mikun tim Erdogan.
Si vlerëson në raportet e Shtetet Bashkuara të Amerikës me Turqinë në një kohë kur Izraeli sapo ka njohur edhe genocidin, e ka konsideruar genocid atë që Turqia ka bërë në Armeni. Pra, si e vlerëson këtë lidhje delikate, këto aleanca delikate midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, kur gjithashtu përflitet që Turqia do të marri edhe avionet F-35, çka do të ishin një avantazh i madh strategjik në raport me Izraelin. E para, avionët F-35 që do marri Rusia, unë nuk besoj se do t'jenë të avancuar sa avionët që ka Izraeli, por Amerikanët duhet t'japin Turqisë avionët F-35, se kjo ka qenë marrëveshja e administratës së Trumpit me Turqit që në vitin 2024, ku ishte Bideni akoma, dhe Turqia bashkëpunoi me CIA-n amerikane për të rrëzuar Asadin, dhe është një detyrim që amerikanët duhet ta përmbushin ndaj Turqisë. Por e dyta, në përgjithësi ne po shohim ftofjen e NATO-s. Domethënë, deklaratat e Donald Trumpit, i cili sulmon NATO-n, thot NATO neve nuk na mbështeti etj, tregon që NATO është në një krizë të madhe. Ky samiti që do bëhet në Turqi ngjelet për të parë se çfarë do bëhet. Aty do kemi edhe Zelenskin që do marrë pjesë. Dhe duhet kujtojmë për shikuesit tanë që java e kaluar ka qenë një javë të tmerrshme për Rusinë, por edhe Ukrainën. Ukrainasit, apo më saktë NATO dhe shërbimi ushtarak britanik, duke përdorur dronët Palantir, ka bërë një masakër të paparë kundër Rusisë. Më thënë, këto dronët Palantir që kanë zhvilluar, është teknologji amerikane, përdorin inteligjencën artificiale dhe ukrainasit, që do thot britanikët, kanë bërë goditje spektakolare në Rusi, duke shkatruar me dhjetra rafineri nafte, depozita nafte, gjë që ka shkaktuar një krizë të paparë, e cila vazhdon deri në këto momente në furnizimin me benzinë të popullit rus. Domethënë Rusia javën e kaluar ka përjetuar një nga sulmet më papara që prej luftës së dytë botërore. Për që kundër përgjigjur këtyre sulmeve, ushtria ruse, për ata që kanë ndjekur lajmet, ka bërë goditje të përshkallëzuara ushtarake në Kiev, duke rrafshuar institucione, fabrika etj. Dhe tani ngjilet për të parë se çfarë do bëhet në samitin e Turqisë, por unë besoj që britanikët do mundohen që të mobilizohen për një luftë totale kundër Rusisë, por Donald Trump, sikur ka deklaruar, ai nuk ka interes për të hyrë në luftë me Rusinë, por deklarata më e fundit që Trumpi lëshoi përpara pak orësh është që në këtë samit Trumpi do kërkojë blerjen e Groenlandës nga Danimarka. Pra, ngjelet për të parë se çfarë do bëj Trumpi, se Trumpi është njëri i surprizave, po nëse Trumpi do sjellë përsëri ambicien amerikane për të aneksuar Groenlandën nga Danimarka, ne do shohim një konflikt brenda vet NATO-s ndërmjet Evropës bashkuar në një anë dhe amerikanëve në anën tjetër. Olc, falenderoj shumë që të pata. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Natën e mirë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.